Çfarë po planifikon produksioni? Sara Hoxha paralajmëron finalen më të çmendur ndonjëherë. Finalja e 4 e Big Brother VIP Albania po afron me hapa të mëdhenj. Dhe këtë herë, pritshmëritë janë në qiell. Producentja Sara Hoxha ka ndezur rrjetin me një paralajmërim të papritur. Në një story të thjeshtë, por plot kuptim, ajo shkruan: "Të shtunën, disa nga surprizat më të bukura në 4 edicione." Çfarë po përgatitet në Prapasken? Një ribashkim i gjithë banorëve? Një performancë surprizë? Apo një moment që do të mbetet në historinë e televizionit shqiptar? Më 19 prill, në finalen e madhe, 4 finalistët, Gjesti, Rozana, Egli dhe Laerti, do të përballen për titullin e madh dhe për zemrën e publikut. Por këtë herë nuk është fjala vetëm për çmimin. Sara na thot qartë: "Kjo finale do jetë më ndryshe nga çdo gjë që kemi parë deri tani. Me miliona sy që do ndjekin çdo sekond. Kjo nuk është thjesht një mbrëmje televizive. Kjo është një ngjarje kombëtare, një spektakël emocionesh, ku gjithçka mund të ndodhë."